supozohet me një notë mesatare 9.3 unë veç se me qenë pjesë në listën e parë të përfituesve. Edhe lista e publikuar në vetfaqet e komunës lën shumë për të dëshiruar. Pas më shumë se 4 muajsh kur u hap thirrja për ndarjen e ndihmës momentale për studentë të komunës së Fushkosovës për vitin akademik 2025-2026, studentja Vesa Piskala ka dyshime për procesin e përzgjedhjes së përfituesve. Studentja Vesa Piskala konsideron se listat e publikuara të përfituesve nga komuna e Fushkosovës nuk ofrojnë të dhëna të mjaftueshme për të verifikuar nëse përzgjedhja është bërë mbi bazën e kritereve të përcaktuara në thirrje, ndërsa tha se vetëm pas reagimit të saj publik u publikua një listë tjetër ku figuroi edhe emri i saj si studente përfituese ndihmës momentale. Atëherë pas shpalljes publike për ofrimin e këtyre bursave, mas 3 muajve, veç se disa studentëve ju janë ekzekutuar pagesat si përfitues, ndërkohë që nuk ka pas një listë zyrtare apo një njoftim zyrtar për neve studentëve nëse jemi qenë përfitues apo jemi refuzu. Kështu që tu e pa këtë situatë, unë e kam dërguar një kërkesë në drejtorinë e arsimit, ku kam kërku për një transparencë, kam kërku me i pa listat e përfituesve, listat e atyre që janë refuzu, si dhe proces verbalin dhe vendimin dhe raportin e komisionit vlerësues. Pra pas kësaj kërkese dhe reagimit e publik, nuk është që ka marrë ndonjë përgjigje zyrtare nga DPA-ja. Unë kam reagu prap dhe publikisht e kam tregu edhe notën time mesatare, që supozohet me një notë mesatare 9.3 unë veç se me qenë pjesë në listën e parë të përfituesve. Atëherë është dalë edhe lista e dytë e përfituesve, ku kanë qenë emrat mbi 300 studentëve të nivelit bachelor dhe master, ku ato figuroj edhe anë. Vlen të theksohet se në vetë thirrjen publike të shpallur nga DKA, është pika 7.4, ku thuhet se studentët të cilët do të përfitojnë këtë bursë do ta nënshkruajnë një kontratë të veçantë mes palëve, kontratë që pritet me u nënshkru para ekzekutimit të pagesave. Nga të dy listat, asnjë student nuk ka nënshkruar një kontratë paraprake, ani pse i ka pranuar mjetet financiare. Ndërsa Valen Murseli, asamblist i Partisë Demokratike të Kosovës në Kuvendin Komunal të Fushkosovës, pretendon se mjetet janë shpërndar të përfituesit ende pa u publikuar lista zyrtare. Edhe lista e publikuar në vetfaqet e komunës lën shumë për të dëshiruar, pra nuk përmbon as drejtimin, nuk përmbon as notën mesatare, kriteret bazë cilat janë vlerësuar këta student, edhe ata që nuk kanë përfituar me ditë se në cilat nota, në cilat drejtim, në cilat pse ka përfitu kënë listën e parë, ose ndërsa në listën pas presionit ndoshta, është dalë edhe një listë e dytë që potencuat edhe jo, nuk ka asë një shumë sa është përfitu për nga kjo thirrje, as nga thirrja publike nuk është cek, fillimisht kur është hapur në prill, nuk është cek shuma që do ta përfitojnë këta studentë. Që alen shumë për dëshiruar dhe dyshuese është se ka informata se mjetet ju kanë dalë studentëve nga lista e parë para se të shpallin këto lista. Nga Drejtoria Komunale e Arsimit treguan se numri i përfituesve sipas kritereve ka qenë i vogël në krahasim me pritjet e tyre dhe si pasojë e kësaj është marrë vendim që shuma e mbetur e parave tu shpendohet aplikantëve të mbetur të cilët janë banorë të komunës së Fushkosovës. Drejtori Sabri Gjigoli sqaroi se përfituesit e listës së parë që studiojnë në nivelin bachelor kanë përfituar nga 300 euro, ndërsa për përfituesit që studiojnë në nivelin master, a i tha se janë ndarë shumat prej 400 eurosh. Ndërsa për listën e dytë, Gjikoli tregoi se janë shpendar nga 200 euro për të dy nivelet. Kriteret janë mirë të prezentuara, të specifikuara mirë, po në kohën kur janë mbyllur dhe ka përfunduar koha e aplikimit, Komisioni Përkatës i ka marrë të gjitha dosjet, ka filluar t'i trajtoj veç një nga një, dhe sipas kritereve ka dalë që numri përfituesve është i vogël në krahasim me pritjet, në ndërkohë gjithherë duke pasur parasysh se është ka mbet një shumë e konsiderueshme parave, ka dalë ideja
dhe është marrë vendim mbi këtë ide që të gjithë aplikantëve të cilët janë banor të komunës së Fushë Kosovës dhe student, qoftë të nivelit bachelor, qoftë të nivelit master, të ndonë nga 200 euro. Sa i përket pretendimeve të studentes Vesa Piskala lidhur me mos përfshirjen në listën e parë, ndonse se sipas saj plotësonte të gjitha kriteret, nga drejtoria e arsimit sqaruan se kjo ka ndodhur gabimisht dhe se ajo është përfshirë në listën e dytë me të njëjtat kushte monetare si përfituesit e listës së parë. E kam posur një mesazh nga një studente se është dashur të jetë në grupin e parë dhe për arsye të gabimeve në procedura nuk është përfshirë në grupin e parë, është korrigjuar dhe ajo ka përfituar tash, po sipas kritereve të grupit të parë. Më ka shkruar, ja kam kthyer përgjigjen, mund t'ju pranoj në bisedim, jam interesuar për çështjen e saj dhe e di që ka përfituar ashtu sikurse që ka përfituar numri i gjithë studentëve sipas kritereve që është bërë publik në listën e parë. Këto pretendime i mohoi studentja Vesa Piskala, e cila tha se nuk ka pranuar kërkesë për të biseduar rreth çështjes së ngritur nga ajo. Ndërsa për çështjen e publikimit të listave vetëm me emër dhe mbiemër, drejtori Sabri Xhigoli tha se nuk e kanë parë të arsyeshme vendosjen e të dhënave të tjera. Çdo secili kandidat e ka dosjen te komisioni përkatës dhe ata nuk e kanë parë të arsyeshme dhe të nevojshme me që është dosja, me që janë shënimet gjitha evidente dhe të posedueshme, nuk e kanë parë të arsyeshme përveç emrave dhe mbiemrave të kandidatëve të qesin bën informacion më shumë. Sipas meje, ndoshta më korrekt do të ishte fillimisht të nënshkruhet kontrata, nëse duhet nënshkruhet, më pastaj të përcillen mjetet financiare në kont. Sipas meje.